Përshëndetje të nderuar miq, ritakohemi përsëri së bashku në episodin e 4 të podcastit Në Mes Jush. Sot kam të ftuar dy kandidatë në qarkun e Fierit, Flugert Hoxhaj dhe Ilirian Hoxha. Në fakt, Flugerti sapo më tha që nuk e ka mbiemrin Hoxha, po e ka Hoxhaj, kështu që unë kisha bërë një pyetje në fakt, e kisha përgatitur një pyetje për ta bërë, pra si ka mundësi që keni të njëjtin mbiemër, po me sa duket nuk e keni të njëjtin mbiemër. Nuk e kemi, është një çështje e zgjidhur. Do të thotë që edhe në garën tonë për kandidatët për kandidimin tonë për deputet në qarkun e Fierit, ne kemi munduar ta shmangim edhe konflikt të interesit. Okej. Nuk kemi Besoj- asnjë lloj lidhje me njëri tjetrin, thjesht mund të kemi një mbiemër, po një gërm ka bërë ndryshimin nga Hoxha në Hoxhaj. Okej. Megjithatë, për ata që na ndjekin, a mund të prezantoheni pak më tepër, pra nuk e di, mund ta nisim nga Flugerti. Filloj E vlen. Flugerti është mirë i sigurisht pra- dhe un po i them edhe këtë gjë për Ilirianin, unë di diçka më tepër sepse në fund fundit është sekretari i përgjithshëm i partisë dhe pa diskutim që e njoh më shumë. Por Flugertit, duke qenë se e njohim më pak, e ndoshta edhe ata që na ndjekin ju njohin më pak, e keni ju radhën i pari. Faleminderit, unë jam Flugert Hoxhaj, jam lindur në Fier në 34/1993, nga dy prindër të mrekullueshëm, të cilët kanë punuar me ndeshmërinë e tyre dhe me thjeshtësinë e tyre në vitet që neve na kanë arritur. Unë kam jetuar në fshatin Kasnic, kam kaluar fëmijërinë time aty, një fshat i vogël me njerëz shumë të mirë, me bamirësa, mikpritës dhe shumë bujar. Shkollën fillore unë e kam bërë po aty, 4 vjeçaren, dhe mbas marrimit të kësaj pjese, i mati investoi tek unë dhe më ka dërguar në Fier, duke qenë se ne jetonim në fshat. Në Fier unë kam mbaruar 8 vjeçaren, në atë kohë ka kap sistemi i 8 vjeçares, tek shkolla Lirigero, dhe shkollën e mesme e kam kryer tek Liceu Artistik Jakov Xoxa për muzikë. Për muzikë. Po, për muzikë. Okej. Më saktë për klarinet. Mbas kësaj, kam shkuar në akademinë, ose më fal, në Universitetin e Arteve, dhe aty kam mbaruar po përsëri për muzikë, për degën klarinet, bachelorin. Kam edhe një master në marketing, cilin e kam mbaruar më mbas. Mbas pjesës së këtyre, kam filluar punë në sektorin privat dhe dal nga dal mbas viteve kam marrë domethënë edhe rritjet dhe benefitet e veta. Unë jam një bashkëshort, jam baba i 2 fëmijëve, kam 2 djem, djalin e vogël e kam 2 muajsh, ndërsa djalin e madh e kam 4 vjeç. I kesh I me keni jetë. me jetë. Faleminderit. Dhe lidhja ime me pjesën e tyre është shumë e ngushtë, si çdo prind, po çdo familjar. Kjo ishte domethënë një përshkrim im tek pjesa e vetes time. Okej, nëse mund të rridhe edhe pak këtu në këtë Po. në për këtë përshkrim dhe pastaj kalojmë tek Iliri. Juve keni bërë një kapërcim, nuk është i vogël, pra nga muzika, po jo, nga studimet Po. muzikë, që i keni kryer pra në të gjitha nivelet, Po. tek biznesi. Pra te marketingu, siç thatë, apo Po. jo. Pse e bët këtë? Unë e bëra këtë sepse nuk i kam patur dyert e hapura asnjëherë dhe gjeta mundësinë domethënë për të, si e thon, të kaluar domethënë jetesën. Sepse nga pjesa domethënë e shkollës nuk më dhan zgjidhje në dyert që unë trokita. Dhe u Çu trokitët për shembull? në drejtorinë arsimore të Fierit. Dhe nuk më është dhënë asnjë lloj zgjidhje për pjesën e kësaj, për shkollën që kisha mbaruar, dhe normalisht domethënë duhet japësh rrugëzgjidhje jetës që fillosh domethënë edhe të marrësh frerët e tu në duar. Dhe e kam filluar në sektorin privat, e kam filluar si një agent shitje i thjeshtë dhe kam arritur deri në pikën që kam qenë menaxher rajonal. Duke u rritur dal nga dal, domethënë duke punuar mirë, duke punuar ndershëm dhe dal nga dal duke arritur këtë stad. Kjo ka qenë domethënë kalimi nga muzika në pjesën e marketingut, menaxhimit apo pjesën e biznesit.
Lirë. Edhe unë si kolegu që kemi që sapo foli, do doja të ndaj me ju një pjesë të eksperiencave të mia të jetës time, duke filluar që nga momenti që jam lindur e jam rritur në zonën e Tepelenës dhe të Mallakastrës, duke filluar me ato periudha kur kemi jetuar bashkë me familjen time, një familje numeroze e përbërë prej 7 fëmijësh nga të cilët unë jam i madhi, bashkë me prindit tanë në jug të Shqipërisë, në rrethin e Sarandës, pasi babai ka qenë oficer kufiri për një periudhë goxha të gjatë kohe, ka shërbyer në shërbimet e kufirit deri në vitet 86-87 në rrethin e Sarandës, në zonën e Konispolit, Çamërisë. Unë edhe jam bërë deri në 12 vjeç në atë zonë dhe ruaj një respekt të pakufishëm për të gjithë atë krahin, për të gjithë ata njerëz punëtorë dhe adedashës. Duke vijuar pastaj me transferimin ton në Tepelenë edhe në Ballsh në Mallakastër, ku sërish babai është transferuar si ushtarak aktiv në pranë kombinatit për punimin të Ballsh të naftës në Ballsh, deri në vitin 92-93, periudhën në të cilën u pushua nga puna, kuptohet me ndryshimet e sistemit. Të parët që e përjetuan atë shkëputjen nga puna kanë qenë ish ushtarakët, një kategori që nuk di pse u përndoq në një mënyrë të tillë, edhe u trajtua në një mënyrë të tillë në atë periudhë, duke qenë se për gjithë jetën e tij kanë qenë ai dhe gjithë kolegët e babait tim, gjithë ish ushtarakët që kanë punuar në ato struktura në atë periudhë, kanë qenë pjesa më po themi kanë sakrifikuar jo vetëm jetën e tyre, por edhe jetën e familjeve të tyre, kanë jetuar larg njerëzve të tyre, kanë jetuar larg prindërve të tyre, kanë jetuar në kushte të vështira në ato periudha për të mbrojtur atë dehun, duke i gjykuar veprimet e tyre në kontekstin e kohës në cilin kanë ndodhur. Dhe në ato situata në 92-shin kur unë sapo kisha filluar Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Tiranë, babai u pushua nga puna si ish ushtarak, nëna ime vazhdonte punonte si punonjëse në kombinatin e Ballshit, punëtore ka qenë në kombinatin e Ballshit. Kuptohet, kemi ndarë një eksperiencë dhe një periudhë të gjatë kohë me qytetarët e Mallakastrës edhe në mënyrë të veçantë me qytetin e Ballshit, ku kemi ndërtuar gjithë ato marrëdhëniet normale, humane, njerëzore me të gjithë bashkëqytetarët e asaj zone. Kemi lënë dhe ne përshtypjet tona, kemi marrë dhe ne përshtypjet tona shumë të mira për atë krahin që është një krahin shumë e vuajtur, një krahin që i ka dhënë kombit qoftë në drejtim të çlirimit edhe luftës që është bërë kundër okupatorëve, qoftë në drejtim të industrisë dhe ndërtimit të industrisë në vitet e periudhës së socializmit, ku kuptohet u shndërrua nga një zonë e pazhvilluar në një zonë industriale me kurudha, me ndërmarrje, me kombinate, me fabrika, dhe aty kemi patur mundësinë të njihemi me një numër shumë të madh njerëzish të profesioneve të ndryshme, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në jetën e atij qyteti, në ngritjen e atij qyteti, derisa e sollën në atë stad që ishte një qytet industrial i zhvilluar me një shkollë të mesme shumë të avancuar, me një nivel shkollimi dhe me një nivel të gjimnazit Dervish Kali, aty ku unë kam mbaruar shkollën e mesme në vitin 92, një gjimnaz shumë i nderuar, nga i cili kanë dalë një mori studentësh, një mori inxhinierësh, mjekësh, historianësh, arkeologësh, juristësh, teknologë të ndryshëm në gjimnazin në teknikumin e Ballshit, të cilët i kanë dhënë jetë atij qyteti. Por për fat keq do konstatoja në këtë periudhë që ndodhemi sot, do konstatoja që gjithë ajo jetë, gjithë ai vitalizimi i atij qyteti, pa dashur që të gjykojmë në kontekstin e njerëzve që janë nostalgjik. Po në fundit nëse duhet kemi nostalgji për diçka që ka sjell vlera në jetën e një qyteti, në jetën e një krahine, unë do të isha nostalgjiku i parë. Dhe do ta thosha pa më të vogël ngurim që unë jam nostalgjik. Jam nostalgjik për gjithë atë turm të punëtorëve, gjithë atë turm të inxhinierëve, gjithë atë turm të teknologëve të naftës, për të gjithë atë flotë të naftës, të transportit të naftës, për hekurudhat, për gjithë ata njerëz që kanë kontribuar në ngritjen e jetës së atij qyteti, dhe unë jam nostalgjik sot dhe konsideroj nostalgjik duke krahasuar jetën e atij qyteti me gjendjen e tij sot. Sot me keqardhje do thosha që është për të ardhur keq, është për të ardhur keq që një zonë e tërë me gjithë këto kontribute dhe ka ta nisët sot në situatën që të shkosh dhe mos zgjesh njerëz për të pirë kafe, nuk po flasim për të shkuar për të bërë politikë. Dhe politika ka përfunduar në ato zona. Politika i ka larë duart në ato zona që në momentin që rruga u shkput, rruga nacionale iku nga qyteti i Ballshit, iku nga zona e Fratarit, iku nga Patosi, iku nga Kasnica, iku nga Oficina, iku nga Greshica,
iku nga qafe Kashit, iku nga Fratari, domethënë e gjithë kjo zonë që ka qenë kryesisht zonë industriale, edhe për shkak të shkatërimit total të gjithë asaj industrie që ka qenë atje, sot është e pashpresë. Është e pashpresë dhe ajo që konstatojmë me keqardhje është sepse në takimet që bëjmë me qytetarët, duke shkuar të takojmë njerëz, i pyesim për ato problematika që mund të na thonë, të mund të bëhemi pjesë e problemeve të tyre, konstatojmë akoma dhe sot me keqardhje që vazhdojnë akoma dhe sot pushteti mundohet i përdor, mundohet i mbajë në tutel, mundohet ti presionoj me një vend pune, një fisë të tërë me një vend pune, domethënë janë ca situata që është vërtet për të ardhur keq dhe në këtë prizëm unë do ta konsideroja dhe shkuarjen time, po edhe mundësitë që kemi krijuar për gjithë djemtë dhe vajzat e reja që janë promovuar dhe janë mbështetur dhe janë vendosur si kandidatura të Partisë Socialdemokrate për këto zgjedhje të përgjithshme, do thosha të shikojmë një mundësi që t'ja rikthejmë politikën qytetarëve, t'ja rikthejmë politikën njerëzve të thjeshtë. Ilir, unë kuptova në përgjigjen që thatë jo vetëm biografinë tuaj, po edhe motivin për të futur në politikë. Pra ju keni parë një lloj shkretimi të jetës në të gjitha kuptimet, edhe ekonomike, edhe sociale, fundja fare edhe demografike, njerëz që ishin pra mbushnin rrugët e tani nuk i gjen rrugët, i gjen bosh. E kuptoj këtë motivin tuaj. Pra ju do donit pra që atë që e quajtet nostalgji, që në fakt nuk është ndonjë gjë e keqe nostalgjia, Është njerëzore. kur është Në fund jo, është njerëzore, por kur është për diçka të mirë, Kuptoj. kur është për vlera, Kuptohet. kur është për vlera, sepse nuk jemi nostalgjik për komunizmin e këtu, apo jo. Do të Ne jemi thënë- nostalgjik për diçka që Funksiononte. funksiononte, Në një farë mënyre diçka që funksiononte. sillte jetë e gjallëri në një Edhe komunitet. është më e rëndësishme sillte burime ekonomike dhe sillte të ardhur ekonomike për një zonë të tërë. Pikërisht. Dhe në mënyrë të veçantë do doja këtu të bëj një ndërhyrje dhe të sqaroj edhe një moment tjetër. Unë fillimisht studiova për Fakultetin e Shkencave dhe jam diplomuar si mësues fizik i shkollat mesme dhe në vitin 96 edhe kam punuar për një periudhë 4-5 muaj në shkollën e mesme Dervish Ekali në Ekal Mallakastër. Jepja mësim fizike, astronomi, dituri makinash siç kanë qenë ato mundësitë në stafin pedagogjik të asaj periudhe. Dhe kam konstatuar përveç kësaj pastaj kam filluar jam diplomuar edhe si jurist, kam punuar në zyrën e përmbarimit në gjykatën e Ballçit, në gjykatën e Fierit, pastaj si jurist në kombinatin e përpunimit të thellë të naftës në Ballç për një vit, pastaj jam transferuar jurist në drejtorinë e përgjithshme të shoqërisë Armo në Fier dhe në mënyrë të posaçme për shkak të marrëdhënieve të mia të punësimit, unë kam pasur një marrëdhënie të posaçme me gjithë ato që do të quaj industria e naftës në zonën e Fierit edhe në mënyrë të posaçme edhe në zonën e Mallakastrës. Kemi parasysh këtu vendburimet e Drenovës, vendburimet e Kasnicës, të oficinës, vazhdojmë pastaj me pjesën e Myzeqes dhe e kam përjetuar, e kam ndjekur, e kam jetuar si të ishte jeta ime dhe familja ime të gjithë pjesën e industrisë së naftës në rrethin e Fierit, duke qenë edhe jurist, jam njohur edhe me të gjithë problematikat që kanë lindur, me të gjithë transformimet që i kanë ndodhur këtij sistemi në vitet po themi 93 e vijues dhe sot konstatojmë me keqardhje që të parat shoqëritë që kanë marrë me koncesion naftën shqiptare, fushat naftmbajtëse, na dalin me humbje në fund vitit. Pra të punosh me arin e zi dhe të dalësh me humbje. Kombinatin e përpunimit të thellë të naftës Ballçit, sot vemi dhe shikojmë një fushë të mbushur me panele diellore që janë pronë e dikujt, pak rëndësi ka kjo pjesë. Mirë, shiko. Por që nuk i sillin asnjë zhvillim kësaj zone më. Do kemi mundësi të flasim për këto gjëra, sepse fundja fare në këtë podcast do kemi hapësirë besoj për të folur edhe për aspekte të çështjeve më të ndjeshme për zonën ku juve kandidoni. Po për t'i dhënë pak fjalën Flugertit, edhe për atë që ju ka motivuar për të hyrë në politikë, sepse në rastin e Ilirit unë e kuptoj, domethënë ai e tha pak a shumë se çfarë është ajo që e shtyu të merret me politikë, po në rastin tuaj, sepse ju keni bërë një kalim që pam nga muzika në biznes. Po. Biznesi nuk ju mjaftoi apo Duke qenë se unë jam rritur me politikë në familjen time, unë përpos dy prindërve, vllajt, unë jam rritur dhe me dy gjyshër që i kam pasur brenda që të cilët ata nuk jetojnë më. Dhe gjyshi im domethënë ishte shumë i flakt te pjesa e politikës dhe ne u rritëm me këtë, si thon, me këtë frym domethënë,
deri vit pas viti. Në vitin 2013, unë kam qenë vetë pjesë e strukturave politike të partive të ndryshme dhe jam filluar domethënë që angazhohesha me pjesën e kësaj. Këtu ka qenë domethënë fillimet e mia të para si një kryetar organizate, një force tjetër politike dhe vazhdimi domethënë më Fluger, pas. ta thuash, nuk kemi Unë kam sekrete qenë këtu. kryetar organizate tek Partia Socialiste, Okej. ku unë nga ajo pjesë nuk kam marrë asnjë lloj gjëje, nuk kam përfituar asnjë lloj gjëje. Unë si flugert. Pra Me keni të gjitha kontribuar për ta po, patjetër dhe dhe nuk e keni kam nxjerr marrë asnjë lloj gjëje dhe as faleminderit apo jo? faleminderit jo, po punën që e kam nxjerrë dhe në fitore, sa herë kam qenë derisa unë isha kryetar organizate. Përveç pjesës këtyre, domethënë kam qenë nëpër këto komisionet, kryetar, sekretar, domethënë pjesa i binte radha e zgjedhjeve pas 2 vjetëve. Kjo domethënë kam patur një shkëputje pastaj nga politika, ku nuk mora asnjë lloj gjëje dhe nuk pata asnjë lloj përfitimi. U mora me pjesën e biznesit dhe pata një shkëputje disi domethënë të gjatë dhe nuk u angazhova më me asnjë lloj force. Duke qenë se gjyshi im ka qenë dhe një simpatizant i Tom Doshit, e ka pëlqyer që në vitet më përpara dhe thoshte gjithmonë që ky malsori shumë burr i zoti, shumë burr i vendosur, flasim domethënë vite 2010, 2011, 2012, kupton vite më përpara, që e kam pas simpatizant. Mhm. Unë vetë domethënë e pëlqej Tom Doshin sepse unë kam edhe një lidhje me Shkodrën. Çfarë lidhje? Unë në Shkodër jam nip. Unë halla ime është e martuar atje. E ka marrë një person domethënë që është artist, mund ta them nëse Patjetër. ai është Edmond Halilaj, humoristi, Okej. dhe unë e kam burr hallë Me Edmondin. stradës Shkodrës. Po, Okej. ai sot jeton në Durrës prej 20 e kusur vitesh dhe unë kam lidhje me pjesën e Shkodrës dhe në folje, në artikulimin, në të gjitha pjesën e këtyre unë i kuptoj pa probleme, ndërsa dikush se më ka rastisur në ju kur flasim me ata më thonë, ta dëgjoj edhe një herë çfarë them, ma thuaj edhe një herë të lutem. Ndërsa për pjesën domethënë të politikës, siç thash, jam rikthyer nga disa njerëzit e mi, të cilët duhet jem shumë falënderues dhe nuk e di, është Ed Xhaferi që më ka mbështetur. Dhe ka qenë domethënë krau im i djathtë dhe vazhdon të jetë krau im i djathtë bashkë me forcën e tij. Okej. Tani një pyetje për të dyve, për të dy ju. Okej, ju keni hyrë në politikë, motivi është i qartë, besoj edhe për ata që na ndjekin tani. Po pse keni zgjedhur Partinë Socialdemokrate? Atëherë, unë e përmenda me që më fal Ilira, Jo, duke qenë se unë unë Prej gjyshit domethënë apo? duke qenë se thash unë e përmenda që unë jam prej gjyshit që ka qenë domethënë dashamirë, simpatizant i Tom Doshit, pjesa domethënë e burrërisë që ka ai, e fjalës që ka ai, e vendosmërisë që ka ai, sepse unë jam vetë edhe një si person që nëse e them diçka duhet ta mbaj, e kupton, nuk mund t'i tredhoj dikujt që t'i them të bëj lajka apo të bëj kthime domethënë devijime gjitha pjesës së tyre. Unë jam një person që e admiroj për pjesën e kësaj sepse është burri i fjalës, është i gjithave pjesës këtyre të një burrërie, të një malsori të vërtet dhe ndaj domethënë kam zgjedhur PSD-n edhe Tom Doshin. Biles dje, jo më larg, mbas dite po dilja nga shtëpia, takova një person dhe më tha që të përgëzojmë tha mua që ke bër këtë kalim te PSD-ja tha sepse ne që ngelëm këtej tha po heqim shumë kusure. Ata që ngelen te Partia Socialiste? Po, Okej. jo më larg se dje mbas dite. Siguri ka qenë një njeri i thjeshtë. Ai njeri i thjeshtesh është në punë, nuk Njeri ka punëtor që punëtor nuk domethënë, e kupton, por që puna është, më tha e të ndjen, bëj të përgëzoj tha që ke bërë televizion. domethënë duke punuar e ndjen veten mes kusuresh. Shumë. Shumë. Ky është realiteti. Ky është realiteti. Edhe thash jo më larg se dje mbas dite. Po. Po në rastin tuaj Doja Ilir, për sa i pse takon këtij PSD-ja? aspekti, Se PSD-ja. e para Se punës angazhimi me sa di unë, më fal, me sa di unë edhe ju keni një të shkuar tek Partia Socialiste. me sa dini ju për atë që unë ua kam thënë edhe Po me sa sigurisht. dinë të gjithë bashkëqytetarët e mi dhe patriotët e mi në rrethin e Mallakasës, po edhe në Fier, po edhe në Tiranë ku unë kam punuar për një periudhë. Sot jemi në vitin e 30, janë 30 vjet që unë punoj mbas diplomimit tim
vitet 96. Siç e dinë të gjithë, unë jam angazhuar në politikën shqiptare, sepse në vitin 92 kur në 12 dhjetor të vitit 90 kur u themelua Partia Demokratike, do doja këtu të ndaj një 2 ndjesi të mia edhe në kontekstin e viteve dhe të kohës që ka kaluar, të ngjarjeve që kanë ndodhur, të cilat kuptohet kanë kushtozuar ecurinë time, qoftë ecurinë time dhe përfshirjen time në jetën politike të vendit, qoftë edhe më kanë kushtëzuar që të krijoj edhe unë ca perceptime të mia dhe ca vlerësime të mia si çdo kush që do të krijonte në lidhje me kohën që ka jetuar dhe me vitet që kanë kaluar. Kur është themeluar Partia Demokratike në 12 dhjetor të vitit 90, kuptohet edhe unë kam qenë në vitin e tretë të shkollës mesme gjimnazist në gjimnazin e Ballshit dhe kuptohet rinia ishte fryma e rinisë ajo dhe rinia ishin protesta studentore dhe gjithë rinia që e mbështeti ndryshimin e sistemit totalitar, të cilin e kam mbështetur edhe unë, pavarësisht faktit që babai im në atë kohë ishte punonjës i strukturave të ushtrisë edhe Ministrisë Punëve të Brendshme, si unë dhe gjithë familja ime, kuptohet unë isha më i rritur mes tyre dhe duke qenë në vitin e tretë shkollës mesme kemi pritur me gëzim atë sepse kishin filluar bënim edhe ne ato shakat në thonjza me njëri tjetrin, po kështu thot partia, po sekretari i partisë, po ngjarjet e këtyre natyrave, mos e shaj partinë etj etj më radh, agitacione propagandë, kishte filluar ndjej gjithë ajo e ndryshimit, që nuk është se filloi në Shqipëri, dhe duke qenë në këto situata e pritëm me shumë gëzim ndryshimin dhe rënien e sistemit. Dhe do thosha këtu një moment të cilin unë më ka ngelur në memorien time dhe nuk mundem ta harroj, është në datën 6 janar të vitit 1991, kur ka dalë numri i parë i gazetës Rinia Demokratike. Po. Domethënë numri i parë është botuar në ditën e shtunë të datës 5 janar të vitit 1991 dhe kuptohet në Mallakastër, duke qenë në Mallakastër se nuk ishim as në Durrës edhe as në Elbasan, mbriti një ditë me vonesë dhe ka mbritur në datën 6 shkurt. Më kujtohet si sot jemi mbledhur një grup djemsh të rinj, nxënës të shkollës mesme, studentë që kishin ardhur sepse nga që filluan rrëmujat kishin ardhur dhe ishin me pushime në qytet, jemi mbledhur te bilardua e qytetit dhe një mjek, një djalë që ishte studonte për mjeksi në atë kohë, i cili kuptohet më vonë u angazhua edhe në aktivitetin politik me Partinë Demokratike, na ka lexuar numrin e parë të gazetës Rinia Demokratike. Dhe mbaj mend, artikulli i parë ishte fjala e parë. Pra filloi fjala e parë në drejtim të folurit për demokracinë, për lirinë, filluan pastaj të gjitha ato procese që çuan në lindjen e pluralizmit politik, lindjen edhe aplikimin e sistemeve të votimit dhe të votës, kuptohet, për një kom të tërë që deri në atë kohë kishte votuar, nuk është se kishte bërë ndonjë zgjedhje. Ju kuptoj, po çfarë ju bëri përshtypje te kjo? Çfarë ishte ajo që ju mbeti? Domethënë e para ishte fryma dhe ideja dhe dëshira për t'u përfshirë në këto ndryshime dhe për t'u bërë pjesë e ndryshimit. Okej. Pra për të kontribuar sa të mundeshin Po më vonë? të gjitha ata. Pastaj ngjarjet që vijuan më mbas më bën të kuptohet u pushua babai im nga puna, filluan problematikat në drejtim të mungesës së ushqimit, filloi shkatrimi i industrisë, filloi shkatrimi i rrugëve, filluan shkatrimet e magazinave, filluan problemet me emigracionin e gjitha me radhë. Dhe aty arrita të kuptoj që shtresa e parë që u angazhua, ata që u turrën do thosha në thonjza të parët për të mbështetur dhe për të përqafuar demokracinë, shikojta që kishin bënë me një kategori përfituesish. E para kategori përfituesish, e dyta promovonin me fjalë lirinë dhe demokracinë, nga ana tjetër shkonin dhe i merrnin gazetën pensionistit pse shkon ti po merr gazetën Zëri i Popullit. Diku në vende të tjera thuaj pse lexon këtë gazetën, domethënë filluan ca lloj fenomenesh që më bën të reflektoj në veten time dhe të bëj një hap mbrapa. Jo për të dorëzuar, po për të pozicionuar një hap mbrapa për të shikuar çfarë po ndodh. Çfarë duhet ndodhi. Mirë. Dhe kjo është ajo pjesa që ato vite po themi nuk u angazhova në atë pjesën 92-shin, 93-shin, ato vite të vështira kur filluam studimet në Tiranë, konvikte në gjendje të mjeruar, gjendja ekonomike e mjeruar etj etj me radhë, derisa në vitet 94-95 fillova të shikoj se çfarë po ndodhte me votën. Aty fillova dhe unë të reflektoj dhe të krijoj një bindje time tashmë që unë nuk mund të jem pjesë e atyre njerëzve dhe atij grupimi që e dhunon votën e njerëzve. Unë nuk mund të jem pjesë e atyre njerëzve që e diktojnë votën e njerëzve se s'kishim as 5 vjet që ishim ndarë nga një sistem i tillë. Pra, aty arrita të kuptoj që unë duhet të jem me pjesën e atyre njerëzve që duhet ta hedhin votën e tyre atje ku e ndjejnë, ashtu si e gjykojnë, por jo të tërhequr për hunde. Mirë, jo të kushtëzuar nga ekonomia. Ju kuptoj. Megjithatë, sot jemi tek Partia Socialdemokrate. Jemi të gjithë ne këtu, jemi tek kjo parti. Pra, në të tashmen tonë, në të tashmen tonë dhe në të ardhmen që
projektojmë, jemi në këtë parti dhe jemi me këtë alternativë socialdemokrate. Unë e kuptoj zhgënjimin që keni patur, sepse fundja fare në Partinë Socialdemokrate ka njerëz që vinë për herë të parë në këtë parti, që s'kan asnjë lloj përvoje politike, pra s'kan patur, vinë nga fusha komplet jashtë politikës, të tjera të biznesit, të ekonomisë në përgjithësi e kështu me radhë, por ka edhe njerëz që kanë patur një të shkuar politike, siç është rasti i ju të dyve. Duke mbetur tani tek e tashmja, sepse edhe koha kalon, edhe nuk domethënë sado që historia të jetë interesante për ata që na ndjekin, prap se prap e ardhmja është edhe më është është më e rëndësishme, është më e qëllimi në rëndësishme. Në vetvete. politikë në fundja fare ne duhet mendojmë për atë që na pret, për të projektojmë një të ardhme të ndryshme nga ajo që ka kaluar. Dhe duke mbetur tek e ardhme, po dhe tek e tashmja. Unë do ju kërkoja, qofse mund të thoni vetëm një fjalë për ta përshkruar zotin Doshi, me që ai është e tashmja e Partisë Socialdemokrate, po edhe e ardhmja. Në këto zgjedhje ne hymë me emrin e Tomës, me këtë simbol të Partisë Socialdemokrate, sigurisht hymë edhe me gjëra të tjera, me program, me ekip, por pesha specifike e zotit Doshi është e madhe, kështu që unë do ju kërkoja kur ju shkon në mendje emri Tomës ose figura e tij, me çfarë e lidhni, me çfarë cilësie, një, paktën vetëm një. Unë do të thoja me plot gojën dhe fjalën domethënë me cilësinë e burrit. Burr. Okej. Unë do të çmoja vendosmërinë. Vendosmërinë, kurajon, Po një. Jo më rezistencën, shumë, jo më shumë. rezistencën Jo janë më shumë. pak ashtu janë të njëjta në kuptimin Unë që mendoj Ilir që kur e, e thon me fjalën e burrit, burri i përmbledh të gjitha. Eh, Pjesën e këtyre. Se ka flasin nocione- burra, ka flasin dhe nocione- burra. ka nocione të ndryshme në lidhje me këtë term, por gjithsesi ajo që është e rëndësishme, unë do të ajo që kam vënë re unë në mënyrë të posaçme dhe që sinqerisht ndihem edhe i befasuar shumë herë në lidhje në marrëdhëniet që kemi me Tomën, Po. është memoria e tij e pafundme. Domethënë do ta konsideroja si një database që funksionon në një mënyrë perfekte për njerëz, për ngjarje, për fenomene, për vlerësime. Domethënë për mua është një database njerëzore. Funksionon në një mënyrë të tillë që Pra edhe sikur ti humbiste, po themi, celulari, kompjuteri, jo, prapë i kam edhe përshtypjen, njerëzit edhe kam përshtypjen celulari shumë do të saksoj ndonjë numër telefoni, Okej. por personat, ngjarjet, fenomenet, vlerësimet, njohjen për zona, për kategori të tëra, domethënë është e pakonceptueshme. e kuptoj. Ne jemi të gjithë, kuptohet të gjithë që jemi mbledhur rreth Partisë Socialdemokrate, kuptohet shumica e atyre që edhe aderojnë edhe kanë marrë përsipër të udhëheqin me shembullin e tyre, jo të udhëheqin në kuptimin e dhënies komandës, po të udhëheqin me shembullin tonë edhe me kontributin tonë. Jemi të gjithë djem të shkolluar, të arsimuar, por kur ulemi me Tomën, jemi në një situatë që memoria e tij domethënë është e paimagjinueshme. Është vërtet e paimagjinueshme, do thoshë është një aset më vete. Është një aset më vete. Iliri thotë Dhe- memoria. Unë do të çmoja edhe Është tjetrën. memoria. Unë do të çmoja edhe tjetrën. Po. Sot në politikë shikojmë rëndom njerëz që vinë nga fusha e biznesit, por vinë nga biznesi mbasi kanë qenë politikan. Shikojmë në politikë njerëz që vinë nga rruga edhe nuk bëjnë asnjëherë vend në politikë, ndërsa ajo që do të edhe unë e çmoj dhe e vlerësoj dhe jam munduar ta kuptoj edhe si një shembull, është rruga që ka ndjekur Toma për të bërë pjesë e politikës, në kuptimin që në rininë e vet ai ka qenë pjesë e sipërmarrjes, në kuptimin ka arritur të kuptojë që nuk duhet mendoj mbas shtetit, të marrësh një kockë mbas shtetit, po njeriu duhet të jetë sipërmarrës në këtë jetë. Dhe në këtë kuptim unë e vlerësoj edhe kolegun që kam, edhe vetë që kam qenë edhe jam pjesë e temi e sipërmarrjes, kuptohet një sipërmarrje në fushën e avokatisë, unë e kam prej vitesh. Pra nuk kam ardhur te Partia Socialdemokrate sepse nga PS-ja unë nuk mora asgjë. Unë ajo që pres të marr nga politika është të bëhem pjesë e politikës dhe politika t'ju shërbejë qytetarëve. Pra në momentin që politika bëhet mbi parime dhe mbi baza të ligjore dhe mbi baza parimore dhe i shërben qytetarit, kjo është maksimumi që mund të japi politika. Unë jam dakord me ju, Unë ti shërbejmë qytetarit. kam marrë nga politika ose nga këto vite që kanë shkuar, jo nga politika, unë kam marrë eksperiencat e mia të jetës. Okej. Kam punuar në disa kolektive
në disa kolektive pune, me të cilët kam marrëdhënie të shkëlqyera, do thosha, dhe sot me këtë rast do doja që një pjesë të tyre t'ju bëja thirrje të gjithëve atyre që më kanë njohur, t'ju bëja thirrje që atë fjalën e mirë, atë opinionin që kanë për njerëzit, duke më përfshirë edhe mua gjithsesi, ta tregojnë sot me veprime konkrete, Me votë, me votë. sigurisht. Okej. Kjo Mirë. është mbi të gjitha, Ë, domethënë pjesa. Okej, duke u kthyer tek fushata juaj, te qarku i Fierit. Në mënyrë koncize, a mundeni dot që të identifikoni 3 probleme kryesore të qarkut, si më prioritare për ju? Atëherë, Fieri ka ngelur, do ta përshkruaj si një fshat. Duke qenë se mua këtë herë që jam pjesë e kandidimit në Partinë Social Demokrate, kam lëvizur në shumë zona, në shumë rrethe, në brenda qytetit, nëpër fshatra, nëpër qytezat dhe shikoj një shpopullim në masë. Pra shpopullim. Shoh 2 prindër, 2 pleq në shtëpi, mund të kenë ndonjë nuse djali, mund të kenë ndonjë djalë që mund ta kenë mbajtur aty dhe nuk ka ikur akoma, ose ka një dënim nga jashtë, domethënë që Se lejon. nuk po ikën, Po. por është për të ardhur keq, që shikon domethënë një shpopullim shumë të madh. Dhe kjo domethënë e ka lënë Fierin, unë mund të them sot si një fshat, po flas për qytetin. Në Fier, duhet të identifikoj edhe një diçka tjetër që do ta kemi ne si kandidat të Fierit si parim që aty të hapet një universitet. Është mëse domosdoshme. Sepse Pse e mendoni këtë? sepse aty domethënë kanë ikur të gjithë rinia. I ka mbledh një pjesë e studentëve i ka mbledh Tirana, një pjesë e të rinjve i ka mbledh emigrimi dhe Në Vlora shkojnë? Sepse ka një universitet në Vlorë shkojnë një pjesë domethënë e tyre, por që për t'i pasur fëmijët tanë, për t'i dhënë një zhvillim akoma më të madh domethënë qytetit të Fierit, sepse thash ka ngel si një lagje, dhe me këtë e them domethënë me bindje shumë të plotë, duhet që aty të ketë një universitet ku të mbledhi zonat përreth dhe të fillojë që të gjallërohet sërish. Aty kanë ngelur disa fëmijë Mirë, më që falni. janë nëpër gjimnaze, që i shikojnë që në lëvizje shikon edhe moshën e tretë. Ju kuptoj. Tani universitet. Ju e thatë shumë mirë. Ndoshta kjo do ishte një pikë që do fokusonte gjithë këto energjinë e rinisë, ambicjet e ëndrat e rinisë, pa diskutim. Por çfarë mund të bënte ky universitet? Pra, si më thënë, çfarë degësh do kishte? Çfarë do kishte kuptim në Fier? Atëherë duke qenë domethënë se mendoj tek pjesa domethënë e inxhinierive, se Fieri është vend që ka domethënë burime natyrore të shumta. Një pjesë domethënë te pjesë e inxhinierive, duke qenë te pjesa tjetër e më fal, të juridikut, të ekonomikut, sepse ka shumë biznese dhe është qyteti që bën lidhjen me të gjithë jugun ose me të gjithë domethënë pjesën tjetër, është mezi i biznesit. Pra mund kishte një 3 Është me fakultete të paktën. të paktën juridik, ekonomik dhe inxhinieri. Po. E mira do të ishte që të gjitha të përfshiheshin, duke qenë se hapësirat të jenë sa më të mëdhaja, edhe domethënë studentët të kenë mundësi të zgjedhin, sepse unë shikoj që në vazhdim aty edhe shkollat profesionale do të jenë edhe për një 5 vjeçar besoj do të mbyllen. Sepse nuk frekuentohen më. Nuk frekuentohen më dhe unë përveç pjesës së po flasim për universitetin, do të flas edhe pak për shkolla profesionale, që unë shikoj shumë problematik aty për shumë profesionistë. Aty për një 5 vjeçar nuk do të ketë më, po themi, një hidraulik, nuk do të ketë më një elektricist, nuk do të ketë më një, e kupton, një bojaxhi, e kupton, për të mbyllur pjesën minimale. Sot në shtëpinë time unë do të pres një javë për një elektricist, do të pres një javë për një hidraulik. Është shumë problem pjesa e këtyre dhe unë edhe që kam bërë dhe biseda me të tjerë nëpër tavolina, ku jam ulur, ku kam folur, ku bisedojmë, ku flasim dhe u them që aty dhe një 5 vjeçar ose më saktë domethënë nuk po e heq Tiranën duke qenë se është metropoli, aty do të ketë shumë probleme, nuk do ketë më profesionista për pjesën e këtyre. Mhm. Dhe këtë pjesë e them me bindje për shkolla profesionale. Por siç të thash, pjesa tjetër e universitetit duhet të ishte domethënë një vendim që duhet merret që qyteti të jepet gjallëri. Okej. Lirë,
Çfarë problemi shikon 1, 2 ose 3 probleme Përgjithsisht më kryesore? përgjithsisht duke pasur parasysh mënyrën se si funksionon ekonomia në tërësi dhe ekonomia globale në tërësi, vijoj të shpresoj te një pjesë e vetë rregullimit të tregut. Kuptohet, tregu ka nevojë për orientime dhe politika të qeveritare të cilat i japin orientime të caktuara në zona të caktuara. E duke qenë se po flasim për një qark si qarku i Fierit që kryesisht është i shquar në mënyrë të posaçme për pjesën e bujqësisë, gjithë Myzeqeja që ka qenë hambari i dikurshëm. Po. Edhe duhet fokusohet tek bujqësia. E para, e dyta është pjesa e industrisë për shkak të faktit të zonës natnxjerrëse që vijon të jetë akoma aty. Domethënë ajo çfarë duhet mendoj unë që duhet orientuar dhe politikat që duhet të orientohen në këtë lloj situate janë politikat në drejtim të mbështetjes bujqësisë në atë part, mbështetjes fermerëve, pse është pjesa më e madhe e popullatës së gjithë qarkut të Fierit, që duan s'duan janë të detyruar do t'i garantojnë të ardhurat e tyre kryesore nëpërmjet tokës, nëpërmjet bujqësisë, që do të thotë duhet mbështetje dhe politika mbështetëse në drejtim të bujqësisë. Janë politika orientuese që duhet i zhvillojë pastaj kuptohet qeverisja e vendit edhe drejtimi politik edhe vullneti politik që duhet i orientojnë në mënyrë të tillë që të kenë mbështetje në këtë lloj fushë, të ketë kuadrin e dur ligjor, të zgjidhen problemet duke filluar edhe me problemet e pajisjes me dokumentat e pronësisë të sipërfaqeve të tëra të tokës bujqësore, të cilat vijojnë edhe sot e kësaj dite të jenë të zgjidhura një këtu, një atje, një po, një jo, thjesht edhe vetëm për shkak të veprimeve selektive që bën administrata jon në trajtimin e problematikave të cilat janë të njëjta për të gjithë qytetarët. Pra, për në vlerësimin tim, i gjithë qarku i Fierit duhet të bazohet tek bujqësia, duhet i japi përparësi rritjes dhe zhvillimit të kulturave bujqësore dhe sipërfaqe të punueshme, duhet i jepet përparësi mbështetjes me politika edhe qoftë me politika të subvencionit të produkteve të fermerëve në këto zona. Para, e dyta kemi një pjesë jo e vogël, kam parasysh zonën e Mallakastrës, e cila prap ka filluar është edhe shpërfshirë në kultivimin e ullinjve, edhe ata kanë nevojë për mbështetje, edhe ata kanë nevojë për politika në drejtim të subvencionit, qoftë të prodhimit, qoftë të rrënjve të mbjella etj me radhë. Një pjesë aty mund të zhvillojë dhe blegtorin, kuptohet, por të gjitha këto duhet të arrihen nëpërmjet politikave që në radhë të parë të synojnë të garantojnë siguri, barazi, ndershmëri, transparencë dhe meritokraci në drejtim të administratës që do t'i menaxhojë dhe t'u jap drejtim gjithë këtyre proceseve, sepse me njerëz të këqij nuk bëhen punë të mira. Nuk ndodh që t'i bëjmë punë të mira me njerëz të këqij. Dhe vim prapë sot në situatën që të vim të bëhemi aktual edhe me trendin politik në të cilin jemi sot. Na ndodh që sot po përballemi, po na vinë, na kandidojnë, jemi përballë ne kandidatët e Partisë Socialdemokrate dhe kandidatë të partive të tjera të vogla, të cilat kanë marrë përsipër një mision të sjellin një zë ndryshe në politikën shqiptare, ndryshe nga mënyra se si është qeverisur ky vend deri më sot. Konstatojmë që sot përballemi të gjithë me drejtorat aktual dhe me ish drejtorat. Drejtorat aktual të një force politike dhe ish drejtorat të një force politike tjetër, të cilët vinë e përballen me njëri tjetrin dhe nuk e kuptoj çfarë do t'i tregojnë këtij elektorati. Çfarë do t'i tregojnë këtyre njerëzve? Domethënë, jemi në situatën kur unë do bëja një thirrje për të gjithë qytetarët, jo vetëm për votuesit e Partisë Socialdemokrate, po do t'i bëja thirrje të gjithë qytetarëve. Në radhë të parë të bëhen pjesë e procesit votimit, të shkojnë të votojnë, ta hedhin votën e tyre, sepse është një drejtë që kushtetuta, ligji, Zoti na e ka dhënë të gjithëve në mënyrë të tillë për sa kohë që jemi të gjithë të detyruar të bashkëjetojmë me njëri tjetrin, jemi të detyruar që edhe të bashkëzgjedhim, të kontribojmë të gjithë të zgjedhim bashkarisht qeverisjen më të mirë të këtij vendi, të zgjedhim djem më të mirë të këtij vendi, të zgjedhim ata djem që nuk i tregojnë me gisht, që nuk vënë në pushtet për të pasuruar. Qëllimi i këtij, Pra, një nga ky është qëllimet e këtij podcasti, që ne kemi titulluar Në mes jush, është pikërisht për treguar që në listat e kandidatëve pra të Partisë Socialdemokrate ne kemi pikërisht njerëz krejt të ndryshëm nga ata drejtorët dhe ish drejtorët që sapo përmendë Iliri. po, Kemi njerëz që janë fiks në mes jush, mes njerëzve, mes qytetarëve, që përjetojnë padrejtësitë, problemet e qeverisjes, të legjislacionit, të politikave që ndërmeren, të projekteve që bëhen ashtu si bëhen, e me radhë. Pra, ne jemi ata qytetarët që në një mënyrë apo në një tjetër ndërgjegjësohemi për realitetin ku jemi dhe ngrem zërin ton. Nuk e ngrem vetëm për veten, po e ngrem edhe për ata që janë si ne. Kjo është ideja. Ne duam të përfaqësojmë njerëz që janë si ne, që duan ndershmërisht punojnë,
dëshmërisht të jetojnë dhe të kenë një jetë dinjitoze në këtë vend, për të mos ikur. Tani, po fushata juaj në kuptimin teknik ose strategjik të këtij termi, fushata juaj ku po fokusohet? Cilët njerëz po përpiqeni ose cilat grupe po përpiqeni që të më shumë pra që të kontaktoni, që t'u jepni mesazhin tuaj? Pra, Ë, ka janë ku diun të rinj, janë mosh më e vjetër, janë komunitete të ndryshme, si ndodh kjo në qarkun e Fierit, në rastin tuaj? atëherë, duke parë domethënë se më ka bërë pjesa e punës që të kem një lidhje shumë të gjatë me njerëzit, të kem domethënë një territor dhe një bagazh shumë të hapur që kam pasur domethënë takime, vizita shumë të shpeshta, flas nga pjesa e punës, më ka bërë domethënë edhe pjesa e kandidimit që të takoj njerëz pafund. Unë e shikoj që të zgjedhjet të 11 majit, gjithë kandidatët shikoj domethënë të fokusuar te njerëzit e tyre, me miqt, me shoqërinë, me fiset, me të afërt. E shikoj që nuk mundet dot domethënë të dalin jashtë rrethit për të bërë politikë, sepse çdo kush ose çdo kandidat është pak a shumë i lidhur domethënë me rrënjë, me fis, me domethënë lidhje gjaku apo ku di gjë unë dhe e shikoj që është shumë e vështirë pjesa e takimit kategorive të ndryshme, po të them mosha e dytë apo domethënë mosha e tretë apo domethënë të rinjt që të rinj në thonjza nuk ka se të rinj domethënë kanë lëvizur, e kupton? Se thash un kam lëvizur pak më përpara që kam qenë në shumë takime gjëra dhe shikoj vetëm 2 pleqt nëpër shtëpi, e kupton? Një nusë, një diçka e tillë domethënë që kanë ngelur pjesa e këtyre. Dhe realisht unë i mshoj pjesës njerëzve të cilët unë i kam të afërt që t'i zgjas degët domethënë ose të futem në kapilarët e tyre. Janë këtu apo janë në emigrim? Kam edhe këtu dhe në emigrim. Mhm. Kam edhe këtu domethënë dhe në Pra emigrim. fokusi kryesor janë pikërisht njerëz që Njerëzit e mi domethënë, të cilët tash jemi futur dhe i shpërndajmë degët nëpërmjet tyre. e kuptova. Sa unë, me sa duket edhe për shkak të moshës që kam të ndryshme nga Flugerti, jemi në një situatë tjetër. Unë kam konsideruar dhe vijoj të konsideroj si pjesë të elektoratit tim dhe pjesë të elektoratit të Partisë Socialdemokrate të gjitha shtresat e shoqërisë, të cilat në një farë mënyrë ose në një mënyrë tjetër e gjejnë veten të përfaqësuar në programin e Partisë Socialdemokrate, programi i cili dhe forcë politike e cila ka menduar dhe ka sugjeruar zgjidhjet dhe alternativat e veta mbase më të mirat në drejtim të gjitha shtresave të shoqërisë, të cilat presin të qeverisen ndryshe, presin të qeverisen në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë transparente. Duke parë tek programi i Partisë Socialdemokrate atë që do të donin të kishin të aplikuar në jetën e tyre, të përditshme, duke parë që dhe prezantimi dhe njerëzit që ka përzgjedhur Partia Socialdemokrate për t'i nxjerrë në terren, për t'i ballafaquar me votuesit në lidhje me këto votime për pushtetin e zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, mohojmë që besoj do të gjejnë të gjithë vetveten në të gjitha këto kategori, në të gjithë këtë grup që kemi zgjedhur me kolegët, me kandidatët që jemi në të gjitha qarqet, jemi munduar të kemi të gjitha grup moshat, kryesisht kemi mosha të reja, djemë të shkolluar, djemë të cilët nuk janë konsumuar nga pushteti apo të kenë abuzuar ndonjëherë me pushtetin. Jemi në situatën që mendojmë që paraqesim alternativën më të mirë përballë qytetarit dhe çmojmë edhe unë do t'ju bëja thirrje të gjithë votuesve dhe të gjithë qytetarëve, kuptohet jo vetëm të qarkut të Fierit, në radhë të parë duhet të zgjohen. Duhet të zgjohen dhe të kuptojnë që shteti dhe Shqipëria ka nevojë sot për votën e gjithë secilit. Një vot që të jetë vot për të vlerësuar njerëzit e vlefshëm, njerëzit e ndershëm, njerëzit korrekt, njerëzit që e mbajnë fjalën dhe njerëzit e punës. Dhe të kuptojnë dhe një gjë tjetër, pra të zgjohen dhe ta kuptojnë këtë lloj domosdoshmërie që është si imperativ i kohës sot, e para dhe e dyta, të shkojnë në votime jo thjesht për të votuar, të shkojnë në votime për të zgjedhur. Nuk quhet votim kur shkon dhe bën atë çfarë të thonë. Votim është të shkosh në një platformë, të kesh mundësi zgjedhje dhe të zgjedhësh më të mirën. Pra, kjo është zgjedhja. Ndryshe pasaj do themi vota janë bërë dhe në vitet 70 të gjithë qytetarët thoshim shkuan votuan, pjesëmarrja në votime 99%.
Nuk është ajo çfarë kërkohet sot. Sot qytetari duhet të zgjohet, duhet të shkojë të votojë, por të bëjë një zgjedhje, të zgjedhë më të mirën. Të zgjedhë më të mirën për veten e tij, të zgjedhë më të mirën për këtë kombë që meriton shumë herë më tepër nga sa e kemi katandisur deri në këtë farfeje. Kanë ikur 35 vjet nga jeta e këtij kombi. 35 vjet nga jeta e njeriu, 35 vjet nga jeta e çdo kujt nga ne, 35 vjet nga jeta e një kombi. Dhe ne akoma dhe sot jemi në situatën që presionojmë njerëzit dhe i numërojmë njerëzit, mundohemi t'i fusim në rresh njerëzit, i ndajmë nëpër kategorira imi dhe atij, sikur thua të gjithë këta qytetar nuk kanë ndërgjegje këta vetë të gjykojnë kush është më i miri, kush është më punëtori, kush është më i ndershmi, por vemi dhe i fusim në rresh dhe i kemi futur nëpër regjistra, nëpër lista, sikur i kemi pronë që na i ka lënë babai, apo na i ka lënë partia, të gjithë këta. Nuk ka, njerëzit kanë ndërgjegjen e tyre dhe mbas kaq viteve demokraci mund të t'i bëja thirrje ndërgjegjës qytetare. Shkoni, votoni dhe zgjidhni. Nuk është voto dhe ik atë çfarë të kanë çuar përpara aty, që ta urdhërojnë. Zgjidhni alternativën tuaj më të mirë dhe populli di të zgjedh. Ka treguar se di të zgjedh, ka treguar se di të reflektojë në momente të tilla kur e kemi kombin në kushtet, domethënë ngado që shkojmë nëpër fshatra vetëm gjejmë njerëz që vajtojnë. Vajtojnë pleqërinë e tyre, vajtojnë se i kanë 5 euro atje në shtëpi që mund të blejnë dhe ilaçe, mund të blejnë edhe bukë, po nuk ka se kush t'ua çojë. Presin që të vejnë t'i ushqejnë atje, pse? Sepse i kemi katandisur gjithë rinin që të marrë harratin. Ilir, duke ndërprer pak, po për t'i kaluar pak fjalën Flugertit. A do e marrim një mandat në Fier? Një mandat në Fier do e marrim dhe po punohet për dytjen. Çfarë të bën ta besosh këtë gjë, ta thuash këtë gjë me bindje, siç po e thua? Duke parë domethënë punën në terren, takimet që ne po bëjmë me njerëzit, dhe njerëz që janë pushtet do na votojnë. Edhe ata nuk do kenë frikë të na votojnë? Jo, nuk do kenë frikë. Po pse? Nuk do kenë frikë sepse shikojnë domethënë pjesën e mërzitjes që kanë në vetvete. Mos i shiko domethënë se mund t'i shikosh që janë aty dhe po bëjnë atë punën që bëjnë apo çado lloj gjëje domethënë që merren tek ajo forcë politike, por në vetvete janë të mërzitur. Janë shumë mërzitur. E qartë. Më përmendet frikën. Po. Frikë nga kush? Frikë nga kush? Kemi diskutuar dikur ku rrinin bandat apo njerëz të armatosur tek cepi i qendrës votimit. Sot jemi në të tjera kushte. Jemi në të tjera kushte, domethënë gjithë infrastruktura zgjedhore është ngritur në mënyrë të tillë që të funksionojë, të dokumentojë çdo lloj problemi dhe sot kanë frikë se do t'i heqin nga puna, kanë frikë se po i numërojnë nga kush. Nëse ndodhen përballë fenomeneve të tilla, të gjithëve ju bëj thirrje të denoncojnë çdo që tenton të dhunojë votën e lirë të qytetarit. Dhe t'i vi turp kujdo që shkon dhe presionon fshatarin, pensionistin, përfituesin e ndihmës ekonomike, e kërcënon me braktisjen e shtetit nëse nuk voton për pushtetin. Domethënë jemi në vitin 2025, 35 vjet nga përmysja e sistemit komunist. Akoma dhe sot duhet të ketë njerëz që të tremen nga kjo punë, gjithsecili ta japi votën e tij të lirë. Lëre çfarë tregojnë historira e qytetarëve. Ju bëjnë presione, do vesh do votosh me stilolapsin tim, do ta japim ne stilolapsin ty. Deri këtu. Qytetari do shkojë do votojë me stilolapsin e shtetit, me stilolapsin e tij. Po premtimet dhe mos ketë frikë nga jam dakord, po premtimet që djali është emigrant, ndërkohë që këtu i kanë plotësuar letrat për ta futur në punë, ndërkohë që 3 muaj para zgjedhjeve dhe 3 muaj mbas zgjedhjeve nuk ka domethënë futje dhe dalje nga puna. Edhe domethënë djali emigrant këtu bën politika që të futet në punë. Në disa palë zgjedhjesh, njerëzit që kanë memorie dhe unë e kam një të tillë, kanë parë që i fusin në punë 1 muaj para zgjedhjeve dhe 2 muaj mbas zgjedhjeve i fusin shkelmin prapë. Po, më ka ndodhur mua. Dhe kjo është, domethënë, do të thënë një dëshmi e gjallë e kësaj pjese. Më ka ndodhur mua. Domethënë, funksionon më kjo gënjeshtër? A funksionon më? Absolutisht jo. Atëherë le ta kuptojnë të gjithë se çfarë po ndodh. Domethënë kujtohen 1 muaj para, 1 muaj e gjysmë para se të vinë zgjedhjet, ata që kanë pushtetin me vite të fusin sa njerëz në punë, të përfitojnë votat e një fisi apo të dikujt tjetër dhe 1 muaj mbas zgjedhjeve prapë i shikon pa punë të gjitha njerëz të cilët i kanë mashtruar në mënyrën më ordinere. E kjo është mënyra më e poshtër
kjo është mënyra më jo njerëzore që mund të mashtrosh një votues. Unë kam një fjalë i lirë që këta me një fjalë kalojnë 6 muaj. Thon një fjalë ç'ke ti, kalojnë 6 muaj të tjera, i takon pas 6 muaj të tjera thotë ja se jemi duke punuar, ç'ke ti përsëri kalojnë 6 muaj të tjera. Një shprehje që populli shqiptar e përdor të ndom, bere qaves. Çfarë do thotë bere qaves? Më kupton apo jo? Bere qaves, se kishin fare bere qaves e bën dhe këtë. Ky kom meriton të trajtohet në mënyrë diktatoze. Të gjithë këta pensionistë, të gjitha njerëz që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, të gjitha njerëz që janë të paaftë për shkak të një paaftësie që kanë, meritojnë, kanë të drejtën dhe ne të gjithë ne që jemi njerëz që kemi mundësitë, që Zoti na i ka dhënë të gjitha mundësitë, që na ka dhënë edhe ndërgjegjen, duke përfshirë edhe ndërgjegje politike, të gjithë ne duhet të bëjmë detyrën karshi këtyre. Ndryshe kjo nuk është një shoqëri njerëzore. Pastaj kjo quhet xhungël. Po ne po lëvizim dhe po tentojmë dhe po punojmë për ditë me idenë që ta fusim këtë lloj shoqërie të ecë në shina njerëzore, në shina demokratike, në shinat e ligjit, në shinat e vlerave. Do tentojmë, ne shërbimin kemi në këtë mes. Qytetarët kanë zgjedhjen. Ne kemi marrë përsipër të bëjmë shërbimin. Kemi treguar me jetën tonë, me eksperiencën tonë, sa jemi në gjendje të shërbejmë këtyre qytetarëve, se si mund t'i trajtojmë këta lloj qytetarësh, a jemi ne përfitues tek këta lloj qytetarësh. Nuk ka asnjë kandidat Partisë Socialdemokrate që të përflitet edhe të tregohet me gisht që ka qenë drejtor dhe ka përfituar edhe ka marrë lek, nuk ndodh në këtë lloj në subjektin tonë. Nuk ndodh, nuk promovohet një kategori e tillë njerëzish. Biles përkundrazi, jemi me situatën që një pjesë e mirë e njerëzve tanë që kanë qenë në pozicione dhe që mund të shkojnë për pozicione, të sakrifikojnë dhe diçka nga vetja për qytetarin. Dhe pikërisht ky është motivi dhe fryma që të gjithë njerëzit e kuptojnë në mënyrën se si sillet qoftë Tondoshi, qoftë Klementini, qoftë Flugerti, qoftë Iliri, qoftë gjithë ata që neve i kemi promovuar dhe kemi nxjerrë para qytetarëve sot. Ndryshe nuk bëhet kjo pjesë. Atëherë jemi këtu në situatën ose duhet të fillojmë të reagojmë të gjithë, ose atëherë t'ja lëm Shqipërinë një vend në mes të mesdheut, t'ja lëm nuk e di se kujt. Nuk e di se kujt. Shqipëria është e shqiptarëve. Na ka dhënë Zoti, na ka hedhur Zoti në një vend që është kërthiza e botës. Më vjen shumë keq që për arsye të kohës që ka të limitet e veta në këtë episod, ne kemi arritur afër fundit, e duhet t'ju ndërpres edhe pse mund tonim shumë gjëra në këtë linjë që po flisnin. Por unë do i kërkoja që t'i jepnit elektoratit tuaj një mesazh të fundit, një mesazh që duhet ta kenë parasysh dhe që ju e konsideroni të rëndësishëm. Nuk e di kush do që ta nisi, por ama koncis, sepse thash nuk kemi shumë kohë. Atëherë unë do t'ju thosha atë fjali, do ta përsërisja atë fjali që unë e thash edhe pak më parë. Zgjohuni, votoni dhe zgjidhni më të mirën për veten tuaj. Ju dini të zgjidhni. Okej. Derë, duke qenë se ne kemi një program që i përmbledh të gjithë shtresat, tu kërkoj njerëzve që ta lexojnë atë programin me kujdes dhe të fillojnë të reflektojnë, të fillojnë të mendojnë, të fillojnë domethënë se kush është zgjidhja më e mirë, që të bëjnë zgjedhjen e duhur dhe përfaqësimin e dinjitoz të tyre në Parlamentin shqiptar dhe në shtet. Ju falenderoj të dyve për këtë bisedë të këndshme, për këtë bashkëbisedim në podcastin ton Mes Jush. Shpresoj t'ju kem herë tjetër, por në këtë fushat nuk e di nëse do i kemi kohën që t'jeni prapë ju. Atëherë, të nderuar miq, këtu përfundon episodi 4 i podcastit në Mes Jush. Ritakohemi në episodin e radhës. Faleminderit.